والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Hakimi dhe të tjerët se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "El-ikhtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fi al-bid'ah." Mesataria në praktikimin e sunetit, në sunnet, është më e mirë se sa zellshmëria mundi në bidat. Kjo është thënia e dytë që përmendëm javën e kaluar për thënieve të Abdullah ibn Mas'udit rreth bidatit, qasjes që ka pas Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ndaj bidatit, dhe tregum se është një prej sahabive që në bazë transmetimeve që kanë ardhur prej tij është më shumti që ka folur për këtë temë, për rrezikun e bidatit, rrezikun e shpikjes së adhurimeve në fenë e Zotit, dhe fjalët e tij në këtë temë janë të shumta. Por ne do të mundohemi, domethënë javën e kaluar ishte një prej tyre, sonte një, edhe javën e ardhshme inshallah një, pastaj kalojmë në tema tjera. Kjo në realitet kjo fjalë Abdullah ibn Mas'ud nuk është thjesht një thënie e bukur, edhe pse është thënie e bukur, por është edhe si një lloj rregulle, ose si një lloj rregulli i fesë. Abdullah ibn Mas'udi përmes kësaj thënie don me tregu një bazë për bazave të rëndësishme të kuptimit të fesë, e që është pozita e sunetit dhe rreziku i bidatit, që përmeni edhe javën e kaluar, domethënë në mënyrë më eksplicite, por tash po e tregon një fushë tjetër të kësaj çështje. Para se me hi, ndoshta pak ma fell të kjo thënje, është shumë rëndësi për neve si musliman mundohet me mendu pak disa çaste të sunetit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e ka begatuar umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sjelljen e shpalljes Kuranit, edhe bashkë me ta sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurani pa sunet nuk ish me qenë libër i kuptuar, nuk ish me qenë libër funksional në jetën e njerëzve, pas sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj është dhunti pe Zotit që e meriton me falendëru Allahun, që e ka qu Kuranin edhe bashkë me Kuranin e ka qu sqaruesin e detajizum të Kuranit, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është çështje shumë e rëndësishme dashullozni. Për këtë arsye, kur e ka një njoni Imam Ahmedin rahimahullah, kur e ka një Imam Ahmedin njonin duke falendëruar Zotin, falenderoj Allahun që na ka mundsu me jetu në Islam. Imam Ahmedi ka thonë thuaj edhe në sunet. Se pa sunet, pa rrugë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Islami s'ka kuptim. Ose është kuptimi i devijum, ose është kuptim i mbetër mbrapa, që s'hec përpara. Kjo e para. E dyta, pashtu që është shumë rëndësi, suneti, tradita, jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka një veçori tjetër, e ka një dhunti tjetër, e që është informacionet e detajzume që na kanë ardhur prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domthonë na e dim trashëgiminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jetën e tij e dim në mënyrë të detajzuar. Por këtë arsye edhe kena dëgju për grave tina që kanë transmetuar gjëra private që ka bërë në shtëpi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që është pastru, çka qenë jeta e tij intime me gratë e tij, e lemu gjëra tjera që i kanë transmetuar tani me qindra mijë shok tina. Domthonë edhe mrena kur ka jetën private e tij, jetën interne, edhe aty është tregu detajisht çka ka bërë pejgamberi me shtëpi mrena. Është tregu për arsye se është shembulltyr e njerëzve. Do të më marr shembull pejgamberit sa edhe jashtë shtëpisë, po edhe brenda shtëpisë. Me mësu prej sunetit pejgamberit sa edhe jashtë shtëpisë, edhe brenda shtëpisë. E tash çdo detaj e kena të argumentuar qartë. Kjo është dhuntia e dytë.
Dhëntia e parë është që ka ardhur pejgamberi sa bashkë me Kur'anin dhe e ka sqaruar Kur'anin. Dhëntia e dytë që suneti i pejgamberit sa nuk është diçka që duhet me lyp për 100 vjet për me mujt me gjithë. Duhet me filozofu shumë me kështu çka ka bën që rast pejgamberi sa çka ka desh me bë. Jo, ç'është qarta janë, ç'është aq të dukshme janë gjurmët e tij, shenjat e tij në jetë, saqë kudo në libër të haditheve e gjon çdo sen çka të intereson për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dashur vllazni, nëse ndalmi edhe mendojmë çet aspekt, që dhunti që Zoti na ka thënë përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë normalisht se kena me u interesu më shumë me ditë çish e ka adhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë adhurime ka bu? Cilat janë veprat e mira që i ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çish ka agjëru, çish ka fal namaz, sa ka fal namaz, çish u sill me njerëz, e kështu me radhë. Kur mundohemi çështu me po jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tani automatikisht në anën e tjetër paksohen bidatet. Bidatet është për qëllim gjërat e shpikura, gjërat e reja prej adhurimeve që i kanë sjell njerëzit me kalimin e kohës. Tu sjell bidatet, tu pru lloj adhurimi, lloj shpike, duke mos e njohur tamam ç'është duhet jetën edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu po e ngrit vetdijen tonë me një çështje që është shumë të rëndësishme. Njerëzit menojnë matematika e muslimanit këtë dynja është sa më shumë me bë punë të mira. Sa më shumë që bën punë të mira, çaq më mirë është. Kjo matematika është e saktë nëse bashkohet me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë punë të mira në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk është matja e duhur vetëm vepra e madhe, vepra të shumta. Nuk është matja e duhur. Matja e duhur është nëse janë shumë, do të më konë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse janë pak, prapë do të më konë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këtë arsye Abdullah ibn Mesudi e sjell një shembull hipotetikisht me menduna, edhe nëse punon pak, mundohesh me punu do vepra, po s'punon sa duhet, në sunet është më mirë sa me punu shumë, po jo në sunet, në bidat. Për shembull, me thonë dikush, vallai unë s'pomoj më shumë mas namazit, po s'paku dhëkrën pe bajt që ka bëu pejgamberi alayhis salam, edhe po shkojmë punë. Për shembull. Edhe dikush thotë, ja, thot, 33 herë, shumë pak me thonë subhanallah. Unë po du çdo herë me thonë 100 herë subhanallah, 100 herë elhamdulillah, 100 herë Allahu akbar. Cili ka bëu më shumë? I dyti. Cili është gabimtari i dyti? Po ke bëu më shumë dhëkër, ke thonë më shumë subhanallah. Është e vërtet, po nuk i ke bëu që ka bëu pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi sa mas namaz të ka thonë 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar. Që kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose në vepra tjera, për shembull, me thonë dikush, une gjatë gjithë vitit përveç në bajrame, kur s'ka me prish, vazhdimisht ka me agjëru. Agjërimi është vepër e madhe, është madhështor, është adhurimi i madh. Dikush thotë, ja, thotë, une mas shumë të shka muj një ditë me agjëru, një ditë me prish. Na i themi, që ky i dyti, ja ka qellu veprës. Edhe pse në sytë e njerëzve i pari është më i mirë. Pse sa i çdo ditë ka agjëru. Amo në trajtimin e fesë, i dyti është mirë. Pse? Se ka pasu udhëzimin e pejgamberit alayhis salam. Ose dikush aty ne po du më fal namaz natës, kur mos me fjet. Vazhdimisht më fal. Çdo herë, si të bëhet namazi natë, si të hin nata une, kam mundësi më fal. Tjetri thotë, ja, thotë, s'moj qash, po s'paku 1/3 ose 2/3. Që ky i dyti e ka qellu, edhe pse ka bë më pak namaz. Për arsye se pejgamberi sa më shumë disha ka bërë namaz, ka qenë 2/3 e natës. Nëse dikush qohët edhe te agjerimi në herë, ka qef me agjeru një javë ditë bashk, ose edhe te namazit në herë, dikush e gjen vetën që ka vullnet, qohët falet ta natën, s'ka të keqe. Mirë, po më bëhet tradit një diçka, duke e munu vetën, duke e shti vetën në
sakrificë për me bo një adhurim që se ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam special, kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe personi I tillë edhe pse ka bo vepër shumë, është pak te Zoti. I llogaritet pak nëse nuk I llogaritet hiç. I llogaritet pak nëse nuk I llogaritet hiç. Andaj dashur vëllazëni, te koncepti I matjes së sunetit pejgamberit dhe veprës mirë, një prej çështjeve që duhet më matën është edhe ajo që e tregova. Sa përshtatet vepra jote me veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke mos e pas në kontroll që të rregullt të përgjithshëm të fesë, shumë njerëz kanë shtip bidate të ndryshme në fe. Jo duhet filan natën me thonë 1000 herë subhanallah, jo duhet filan ditën me bo që të adhurim patjetër, duhet me mshel sytë edhe me thonë në qështu, duhet me qel sytë edhe me thonë qështu, që shka grupacione ndryshme të sufive dhe grupacioneve tjera, jo filan në namazin, filan natën dush mi falë që ka që rekate zban ndryshe, dëmëhon adhurimet çuditshme. Adhurimet çuditshme. Deri sa kanë ardhur në një situatë që I kanë shpik njerëzit hadithe për pejgamberin alayhis salam. Kush e ban që të vepër e ka që të sevap, pa pas hiç hadith. Kush I fal natën 1000 rekate namaz, I ndërtohet çështo në shtëpi, çështo në xhenet, lloj hadithi. Pse mi nxit njerëz me bu punë të mira? Kurse e mira është, e gjithë e mira është në pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por këtë arsye thot një dietar, I hershëm thot me një poezi, thot dinun nebiji Muhammedin akhbaru. Feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ndërtuar në lajme, në transmetime që vijnë. Ni'mal mutiyetu, ni'mal matiyetu lil fata atharu. Udhërfyesi më I mirë I njerëzit janë gjurmë të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La targhabanna anil hadithi wa ahlihi, fa ar-ra'yu laylun wal hadithu naharu. Mos I lëni anash hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e hadithit, dietarët e hadithit, nga se mendimi I njerit ka mundësi me qenë natë, kurse hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çdo herë është ditë. Është ndryshim. Wala rubbama al-fata jahila al-huda wash-shamsu bazighatun laha anwaru. Ndodh që njeriu ta harrojë dhe ta devijojë rrugën e udhëzimit, kurse suneti pejgamberit është sikur dielli me plot ndriçim. Kjo është jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, suneti I tij në përkufizimin e saktë në aspektin praktik. Po këtë arsye dashur vëllazëni, kur e ka lexuar Fudail ibn Iyadi rahimahullah, dietari I njohur I tabiinëve, e të tabiinëve, fjalën e Allahut që ka thonë liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah e ka kriju vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj juve, cili pe juve keni me bë veprën më të mirë. Cili pe juve keni me bë veprën më mirë, tamam ç'është dohet. Ka thonë Fudaili ka thonë aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu. E ka komentuar që ajet ka thonë vepra e mirë është ajo që është e sinqertë edhe që është e saktë. E sinqert për Allahun, e sakt ka thonë, çka ki për qëllim me fjalën tonë e sakt, aswabuhu, ka thonë kam për qëllim sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është edhe ajeti tjetër që Allahu përmend në fillim surës Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashi'a, 'amilatun nasibah. Allahu tregon për ditën e gjykimit ghashia, një prej kuptimi I ditës gjykimit është el-ghashia, që I mbulon njerëzit me trishtim. Edhe Allah thotë nuk atë ka lajmë ty për këtë ditë tron, thotë atë ditë do të ketë fytyra të trishtuara. Përkthimi bukfalisht I ajetit është amilatun nasibe. Do të jenë ato fytyra që janë trishtuara, janë ata që janë lodh duke punu. Ata që janë lodh duke punu. Dietar thonë këtu hin domthon grupacionet jashtë islamit që munojnë me adhuru Zotin edhe s'ja qellojnë rrugën. Po ka dietar që e kanë shti çeta jetë, në çeta jetë I kanë shti edhe bidaxhit. Njerëz që kanë shpik adhurime ndryshme,
lodhën, këputën të bo, ha hu, të këcy, të njerëz, a moralitet që të vepra kanë mju këthy për ftyrën ditën e kiametit. Po këtë arsye, ku të shkojnë pejgamberi sa ditën e gjykimit, që thot pejgamberi sa në hadith, që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ku të shkojnë me pite uji i tij, te bazeni i tij, mi u dhon ujë muslimanëve, kur t'i largojnë me lajket një pjesë të muslimanëve, pejgamberi sa thotë janë ummeti jam, i thot me lajkeve. Pse ummeti jam? Se pejgamberi ka treguar që unë në ditën e gjykimit ummetin tim e njoh përmes gjurmëve të abdesit. Gjurmët e abdesit bojnë dritë ditën e gjykimit. Megjithatë me lajket pi largojnë tash ka po ju bojnë dritë gjurmët e abdesit. Kjo është e çuditshme. Po këtë arsye për shembull pinjef, nuk do thot për tjetër, po për çfarë po thot? Ummeti jam. Çfarë i thonë me lajket pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? La tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din çfarë bidate kanë shpi këta mas jetës tënde. Për këtë arsye i largojnë. Ti nuk e din çka kanë shpi këto, çfarë bindje çuditshme, çfarë filozofia kanë pas besimin në tëne. Se bidati më i rënd është në besim, në bindje. E ta pastaj vinë edhe bidate tjera që i bojnë njerëzit në forma ndryshme. Andaj dashur vllazni, çdo sen që bëhet konform sunetit pejgamberit sa çatë është shpëtimi. Çatë është udhëzimi. Çatë është e mira dhe çatë është mjaftueshmëria. E mjaftueshme është. Baça ka po pejgamberi është e mjaftueshme, bilesun kimë mri. Nga se edhe një prej çështjeve të bukura sunetit pejgamberit sa është se pejgamberi sa e ka pas nën hatrën e tij, nën qasin e tij edhe mundësit e njerit. Për shembull dikush i jep zor, unë po du me bë kështu, unë po du me bë që ta pejgamberi sa u konë një kanë fal xhenat, unë po du me shtu, po tani dorëzohet krejt edhe e lën krejt. Kurse suneti pejgamberit sa e këshyr edhe çet aspekt. E këshyr edhe aspektin njerëzor të njerëzve, që ti lodhesh, për këtë arsye ti ke nevojë me fjet. Ti lodhesh për këtë arsye kanë herë dosh me agjëru, kanë herë dosh me prish. Ti lodhesh ose ki nevojë për ndryshim, dosh me pasën edhe jetën e kësaj dynjaje, me pas familjen, me pas punën. E unë po du me praktiku, po du me më përkushtu, pelu me punë, me jetë, me kejtë. Na i themi ti ke kundërshtu sunetin e pejgamberit sa edhe ke vepru keq. Po unë po rri po fal atan ditën, që ky namaz jat ka me të kthye kundër ty. Pse se i ke lënë pjesën e jetës që është pjesë normale e njerëzve në këtë dynjë. Andaj një prej dobive sunetit e pejgamberit sa është se ka çështja sunetit e pejgamberit sa është me pas parasysh edhe gjendjen e njerëzve. Natyrën që ka kriju Zoti. Si ka kriju Zoti njerëzve veç me adhurum këtë dynjë. Domthon adhuron me kanë po qëllim veç më fal edhe më lut. Jo, e ka kriju në çfarë formë që adhurojnë Zotin, kanë mundësi, kanë nevojë me dal pastaj jashtë adhurimit. E lutin Zotin, kanë nevojë pastaj më marrë edhe me çështë dynjas. E bëjnë këta, kanë nevojë më marrë edhe me veten, e kështu me radhë. Po këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shkuar Selmanit e Ebu Derda radhiyallahu anhu, edhe ata ka po tu agjëru, tu mos u përkushtu shumë, tu fal namaz natës vazhdimisht, tu mos u përkushtu shumë për familjen. Selmani i ka pengu kjo qase e tina. Edhe ka shku i ka kallëzu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sa më ka hunë një rregull shumë bukur, që është rregull e jetës, dhe që kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që të kallëzon çu do të me jetu një jetë, edhe në aspektin e adhurimit, edhe jashtë adhurimit. Ka thonë inna li nafsika alayka haqqa, wa li zawjika alayka haqqa, wa li rabbika alayka haqqa. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqa. Për vetën tënde, vetja jote ka hak ndaj teje. Dosh më për kujdes edhe për trupin tënd. Dosh më për kujdes edhe për gryën tënde. Dosh me pas kujdesin edhe për Zotin tënd. Jepja secilit që është i takon. Secilit, jo veç njënës. Jo veç njënës pastaj me bo jo baraspeshim jetën tënde. Të krejve jepja, të gjithave jepja atë çka e meriton, dhe që kjo është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dosh vllazni, vepra qoft pak, qoft shumë, të jetë pikë synimi jon vazhdimisht që a është sipas mësimeve të pejgamberit alayhis salam.
është sipas rregullave të përgjithshme të fesë që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Nëse është ashtu, përgëzohu. Përgëzohu. Për arsye se çajo pak të Allah i bëhet shumë. Çajo pak të Allah i pranohet. Nëse pranohet, mjafton, edhe nëse pranohet edhe pak më kon, boll bëhet. Më nëse është më pranu. Si të pranohet, boll bëhet. Nëse nuk ki mësime prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse je tu munu, edhe nëse je tu e lodh veten, na lodhe me na, edhe kthehu mësimin për pejgamberin sa mos jetu ngatru rrugën. Nga se pastaj ose nuk ki dobi prej sajna, ose runa Zot na shtit ditën e kiametit do të jetë kundër teje. Allahu na mësoj që të jemi në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mesatarin që ai na ka mësuar neve, qoftë me ibadet, qoftë me adhurim, qoftë me çdo gjë që ndërlidhet me jetën tonë. Allahu e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad.